Përshëndetje të dashur dëgjues, mirë se erdhët edhe këtë të shtu në emisionin Hynesha, si zakonisht me ju jam unë Elvana Shala, dhe sonte përballë do të kem një hynesh shumë të veçantë. Një grua kontributi i së cilës është përveç se në fushën shkencore edhe atë diplomatike. Sonte do të flasim bashkë me Pranvera Telin, e cila është ministër këshilltar, apo ndryshe në zhargonin më popullor, zëvendës ambasadore e ambasadës së Shqipërisë në Kosovë. Përshëndetje e dashur, mirë se erdhe. Përshëndetje Elvana, mirë se u gjeta dhe urime. Faleminderit shumë kënaqësi e veçantë me të pas në këtë emision për herë të parë, po besoj, në valët e RTK Radios, por edhe në emisionin Hynesha. Si e në këtë të shtunë? Mirë, në Kosovë ne jemi gjithmonë mirë, e ngarkuar me punë, duke bërë detyre, por krejt mirë dhe ju urojmë Kosovës një vit mbar, suksesshëm e të begat. Faleminderit shumë, ndërkohë që mua më lejoni t'ju falenderoj për punën e mrekullueshme që e bëni si ambasadë e Shqipërisë në Kosovë, por edhe si shtet që ju kemi pasur gjithmonë në mbështetje dhe aleat fuqishëm. Faleminderit, jemi shtet e vëllezër. Jemi pjesë e një kombi. Unë kam shumë kënaqësinë sonte që përtej aspektit diplomatik që ne jemi mësuar zakonisht shohim dhe punës tënde tash e disa vite, publiku do të ketë mundësi ta njeh Pranverën edhe nga aspekti i personalitetit të saj, sepse sonte do të bëjmë një bisedë komplet ndryshe nga ajo që ti zakonisht je mësuar ta bësh në kuadër të punës tënde, sepse do të flasim për ty, për sukseset e tua, për sfidat, por edhe për familjen tënde. Në këtë pjesë të parë të emisionit dua të rikthej fare në retrospektiv si ka qenë Pranvera kur ka qenë fëmijë, çka kujton nga ajo kohë? Periudhë mrekullueshme. Kam lindur në qytetin e Shkodrës dhe ai qytet është dashuria e parë dhe përgjithmonshme. Besoj vetëm për mua, edhe në Kosovë Shkodrën e pëlqen shumë. Kam lindur në një familje të vogël, me unë motra, 2 prindrit dhe gjyshja. Dhe që gjitha familjet me sfidat e veta, por fëmira ime ka qenë e natyrës e tipit tim që kërkoja të lexoja dhe të isha shumë mirë në shkollë. E kjo më privonte pak nga lojrat me bashkëmoshatarët. Kjo është e vetmja peng ndoshta nga ajo pjesë, megjithse i kushtohesha shumë librave, akoma sot leximin e kam pasionin tim të parë dhe mjetin e parë për të hequr stresin apo çdo gjë tjetër. Por shmiri e gëzuar me një familje të përkushtuar, ndaj 2 vajzave të saj, motrën e kisha dhe shok dhe motër. Kështu që kam pasur një shoqëri mjaft mirë, shoqëri që e mbajmë dhe sot, me shoqet e ngushta ku ndanim edhe problematika, sepse Shqipëria, fëmia ime takon një Shqipëri e viteve para 90-s, me tjera problematika nga ato që ka sot, por kemi shijuar moshën me maq mundësi sa kishim dhe në një komunitet shumë dashamirës, shumë solidar me njëri tjetrin. Me gjyshen kam pas marrëdhënie të veçanta, mbase më ka qelluar tria me të shumë gjatë, për shkak se prindrit edhe lëviznin, dhe kam mësuar shumë gjëra nga brezi. Sa që sot e kësaj dite i kujtoj, janë këshilla të vyera, që duken të vjetra në kohë, po shumë aktuale në prakticitet. Ato që jetojmë sot. Në prakticitetin e përditshme si vajzë, si grua, si nën, si pjesë e shoqërisë. Tregon pak për periudhën e shkollimit. E the që leximin e ke pasur gjithmonë pasion, gjithmonë ke dashur të jesh më e mira në shkollë. E kisha këtë ambicje, jo me të konkurruar me tjerët, por kisha ambicien e vetes time. Doja gjithmonë të kisha diçka më shumë. Kam mbaruar gjimnazin 28 nëntorin në Shkodër, një nga gjimnazet më të mira në qendër qytetit. Dhe më pas kam vazhduar studimet në degën e histori në Universitetin e Tiranës, ku mbarova 4 vitet, dhe më pas kam vazhduar studimet në Central European University në Budapest, ku mbarova masterin për histori dhe politikë të jashtme. Më pas kam vazhduar, jam emëruar pedagoge në Universitetin e Shkodrës Luiz Gurakuqi, ku kam mbajtur ligjëratat për historinë bashkëkohore të Europës së SBA-s, pra shekullin 20 që kisha shumë pasion. Dhe mbas një periudhe disa vjeçare kam konkurruar për një tjetër pozicion që ishte në Ministrinë e Jashtme, ku shkëputa nga Universiteti i Shkodrës, po jo nga bota akademike, pasi paralelisht kam qenë gjithkohës në auditor, pra kam punuar në Ministrinë e Punëve të Jashtme, shërbimin e jashtëm, ku kam drejtuar një departament veçantë, departament për 20 vite, departamentin e historisë diplomacisë dhe politikës jashtme shqiptare, që se zanati im ishte, profesioni im ishte historia politikës jashtme, dhe ndërkohë kam mbajtur vazhdimisht ligjëratat në Universitetin e Tiranës, dhe paralelisht kam marrë gradat e mia shkencore, doktor i shkencave, më pas profesor i asociuar, por në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare,
dhe kam qenë gjithmonë në kontakt me lexuesin nëpërmjet artikujve, botimeve. Jam autore një monografie që mbi diplomasinë angleze dhe Shqipëria, midis luftave botërore, është hulumtimi gjatë në arkivat angleze, dhe një teksti akademik për studentët, historia bashkohore e Evropës së Bashkuar midis luftave botërore. Një histori e jashtëzakonshme akademike, plot e përplot, do të thoja suksese, por mbi të gjitha dhe shumë e përkushtuar në fushën e diplomacisë. Na e shpjeguat edhe si ka ardhur deri tek të qenit pjesë e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Shqipërisë. Pse nga bota akademike, universiteti duke qenë ligjëruese vendosët që t'jepni të kontribut në Ministrinë e Jashtme? Politika e jashtme më ka pëlqyer gjithmonë. Pra që kur kam filluar studimet në histori, gjithmonë kam pasur historinë e politikës jashtme në fokusin tim dhe pasionin tim. Marrëdhëniet ndërkombëtare më janë dukur gjithmonë shumë interesante, geopolitika, dhe meqense Ministria e Punëve të Jashtme shpall disa vende të lira për pozicione, mundova ta shfrytëzoj si mundësi, konkurova dhe fitova. Po ndërkohë isha dhe familjare, sepse paralelisht me këtë u rrit dhe familja ime, unë martova, kem 2 fëmijë, 2 djem, dhe kjo e ka rritur sfidën, sepse paralelisht me karrierën, pasionin, do kishe përkushtimin ndaj familjes, që ajo mos mungonte asgjë, por kam pasur gjithmonë në krahun e tim djathtë shokun e jetës, bashortin, i cili më ka ndihmuar vazhdimisht këto sfida për t'i kapërcyer. Që është shumë e rëndësishme mbështetja e bashkëshortit. Kjo është shumë sidomos për ne gratë në përgjithësi e kanë të vështirë në karrierë, sepse kanë detyrime shumë familjare. Dhe pa një ndihmë, pa një krah djathtë është e vështirë. Sikurse edhe familja ime, 2 prindrit që vazhdimisht kanë qenë suporti im. Pa diskutim. Më trego pak, është misioni juaj i parë që shërbeni në Kosovë si diplomata, apo keni shërbyer edhe në vende tjera? Jo, ky është misioni i parë, sepse për specifikën e drejtorisë që unë drejtoja atje, duhet isha pranë Ministrisë Jashtme për këtë departament shumë specifik, por njëkohësisht disa rrethana të mia familjare nuk ma favorizonin largimin më shpejt. Kështu që ky është misioni i parë, dhe këtë e zgjolla vetë, kisha vetë dëshirë Kosovën, është pjesë e historisë sonë kombëtare. Po, absolutisht. Tregon pak nga perspektiva jote akademike, si është Kosova në sytë e një diplomate të Shqipërisë? Kosova ka një histori të jashtëzakonshme transformimi për një periudhë shkurtër, marrë gjithmonë pas një historie të trisht të dhimbshme deri në fund viteve 90, me çlirimin e saj dhe me shtetëndërtimin deri më sot ka bërë hapra të jashtëzakonshme për një periudhë shumë të shkurtër, me demokraci të konsoliduar, me institucione demokratike të ngritura, me një prezencë ndërkombëtare mjaft mirë për këtë periudhë të shkurtër, përveç sfidave që ka, dhe ne tashmë e dim sfidat që ka në marrëdhëniet ndërkombëtare dhe në skenën ndërkombëtare, me shumë miq, por dhe me një popull mjaft dinamik, me një rini shumë talentuar, që premton për një të ardhme shumë më të mirë Kosovës. Absolutisht. E dashur, faleminderit që shpalose këtë histori të jetës tënde në pak minuta, në këta minuta të parë të këtij emisioni, pas një diskutim që do të kemi edhe shumë çka bashkë për të folur në hapjen e kartave të jetës tënde në 3 perspektiva. Faleminderit, Elvana. Për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, ne nisim këtë emision me një pikë muzikore, ndërkohë që ju asesi mos u largoni nga valët tona, sepse diplomatia pranvera Teli do të ketë shumë çka për të shpalosur nga perspektivat e jetës së saj. Rikthehemi vetëm pas pak. Dëgjues të dashur të Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në valët tona dhe tuajat po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha për hapjen e kartave të hyneshës sime përsunte zonjës së nderuar pranvera Teli. Dashura i gati. Zgjedh një kartë nga e kaluara, në fillim, në mes, në fund, ti zgjedh ku të duash. Dhe ma jep mua ta lexoj. Hajde. Kush ka qenë një model pozitiv për ju, si edhe pse? Në të kaluarën tënde, kam përshtypjen që me gjithat bagazh akademik dhe profesional, sigurisht keni pasur edhe shumë modele pozitive që ju kanë përcjellur në jetë. Kush ka qenë një i tillë? Kuptohet gjatë fëmijërisë dhe periudhës formimit tim ishte motra ime, motra ime më e madhe, kishim pak diferencë mes, dhe ajo ishte një shembull shumë i mirë këmbguljes, i mbështetjes, i anës sociale, i mirësisë që transmetonte, dhe gjithmonë në një familje të mëdhenj janë model për më të vegjëlit. Pastaj gjatë viteve të studimit kanë qenë profesorët e mi, nuk dua të përmend emra, profesorë që ishin të pasionuar në pjesën e akademike, të dhënit mësim, të dhënit leksion, por dhe në pjesën e hulumtimit. Dhe jam munduar që t'i arrija. Dhe kisha bashkëpunëtor, sot jemi koleg, sepse unë vazhdoj të jem pjesë e botës akademike, dhe përsëri i vlerësoj dhe respektoj për gjithë performancën e tyre dhe modelin që kanë dhënë tek ne. Sepse në atë moshë shkuam më mirë modeleve. Mosha viteve kur je 20,
vjeç e pastaj formohesh dhe mundohesh të jesh model vet. Po, natyrisht. Po në aspektin diplomatik ke pasur ndonjë model që ke përcjellur? Po, shërbimi i jashtëm ka modelet jashtëzakonshëm diplomatësh karriere, isha ambasador, sot disa në pension, disa vazhdojnë detyrën, të cilët një bres i përkushtuar për interesat kombëtare të Shqipërisë dhe shqiptarëve, duke e parë punën pa orar, me shumë pasion dhe vetëm në shërbim të çështjes përgjithshme, pa duke punuar si grup, jo si individ. Në të plasi punohet në grup. Të gjithë punojmë nga pak për të bërë të tërë. Ato kanë qenë modelet tona dhe jam e fat që kam qenë bashkëpunëtare me ta një periudhë gjatë në ministri. Ndalemi pak tek motra, e përmende disa herë. Duket sikur jeni vetëm 2 vajza në familje, apo? Mirë, sa është e ndryshme motra në karakter dhe në botën akademike prej teje? Në botën akademike edhe ajo është profesor asociuar për në fushën e ekonomisë, është pedagog në Universitetin e Shkodrës. Është pak ndoshta më jo kaq skolastike sa unë, gjatë gjithë kohës, dhe në ambientin social është ndoshta më sociale, më praktike, por nuk dallojmë shumë, kemi ato shumë të përbashkëta tona, normalisht rritur në një familje shumë të përbashkëta, por ky është vetëm dallim, që unë jam më prirur tek pjesa skolastike e leximit, se ai është pasionim, ajo shijon të tjera gjëra, dhe aktivitete më sociale ose edhe shëtitjen apo të tjera aktivitete, por gjithsesi nuk është ndryshon. Ne kemi qenë mbështetje e fortë për njëra tjetrën, me sfidat e jetës që kemi kaluar unë dhe ajo, kemi qenë 2 motra si 2 vëllezër të fortë. Shumë e veçantë kjo. Çka kujton nga sfidat me që i përmende gjatë rritjes por edhe karrierës tënde? Po sfidat ishte për shembull fëmijëria e fëmijëve të mi që ishin të vegjël dhe kishin nevojë për kohë dhe për kushtim. Edhe motrën e kam pasur dhe atë shumë krah, për shembull sepse unë isha, familja ime origjinës është në Shkodër, sa unë jetoja në Tiranë. Kjo e vështirësonte edhe më tepër, s'kisha njerëz shumë afër, përveç shoqërisë, po jo njerëz të parefisit e me radhë. Ajo ka qenë vazhdimisht mbështetje për mua kur unë kam pas nevojë në rritjen e tyre, për të më liruar, për të më dhënë hapësirë mua, për të plotësuar detyrimet tjera që kisha. Sikurse është munduar të suportoj tek prindrit në Shkodër, që t'jap kujdes ndaj tyre, kur unë nuk e kisha mundësi të isha atje. Sikurse edhe sfidat e saj ka pas disa tjera sfida, karakteri tjetër të familjes, humbje jete brenda familjes që i kam ndëjtur unë, po kështu shumë afër për ta kapërcyer bashkë. Dhe kjo na ka lidhur shumë me njëra tjetrën. Dhe sigurisht ju ka bërë dhe më të fortë, sepse sfidat thuhet që na bëjnë më të fortë dhe më të ndjeshëm në të njëjtën kohë. Dhe mas sfidës i shikon jetën ndryshe. E shikon problemet që kalojmë të përditshme shumë të vogla që nuk duhet të jenë prioritare para disa gjërave mallore. Kryesorja është normalisht shëndeti, po të kemi njerëz të dashur pranë. Po, absolutisht. Çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidhe një kartë nga e kuqja. Pranvera e nisi me mesin e art. Po më pëlqen e mesja. Okej, janë 2. Cilën? Hajde. Racionalizmi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne kërkojmë arsye racionale të pranueshme për dështimet apo veprimet tona ose të njerëzve të tjerë. Për shembull, një student që ka dështuar në një provim mund të fajsojë profesorit materialet mësimore ose që ka pasur një ditë të keqe. Kur dhe si e përdorni racionalizmin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Nuk e nevojë të fokusohesh tek shembulli që është këtu, nga ajo sa unë shumë për në përgjithësi. Nga ajo sa unë të njoj, jeni shumë person racional. Jeni kështu edhe në aspektin privat të jetës? Po, mundohem bile të mos fokusohem shumë tek humbja ose tek problemi, pse ndodhi, por tek zgjidhja. Ja them dhe fëmijëve këtë që nuk duhet të fokusohemi na ndodhi, pse ndodhi, duhet të gjejmë zgjidhje dhe kur mos të pushojmë duke gjetur zgjidhjen e gjës. As na ka paniku, askush nuk e bën zgjidhjen për ne. Duhet ta bëjmë vetë zgjidhjen, të gjejmë mënyra, të gjejmë një situatë paralele që ne dalim nga sfida ku jemi. Dhe jo të kalojmë kohë duke u panikosur apo duke diskutuar shkaqet pse çysh ndodhi. E shkuara ndodhi, duhet të gjejmë të ngrimin këmbë prap. Dhe kjo është e rëndësishme, nuk është dështim të rrezohesh, është dështim mos ngrihesh prap. Duhet të ngrihesh prap. Besoj ti e ke vetë jetën tënde të tilla sfida, duhet ngrihesh se s'është para. Duke mos humbur kohë me shumë gjëra që s'na interesojnë. Përveç saj, duke mos preferoj të merrem me çështjet e mia, nuk para pëlqej të merrem me të tjerëve, nuk e kohë humbur. Për sa kohë kërkohet ose ku nuk kam çfarë ndihmoj. Normalisht solidariteti me hallin e dikujt patjetër, por jo nëse ti nuk je pjesë, pse duhet merresh me problemet e dikujt tjetër kur ata nuk përkasin ty. Dhe këtë e quaj racionale në shërbim të
të kohës time, qetësisë time. Ose të mbaj natë, nuk mbaj, mundohem të mos mbaj natë për arsye të lehtësoj veten time, që të hap vizion. Çdo natë të mbyll. Të rrson gjykimin dhe të bën vendime të gabuara. Çdo gjë është e përkohshme, njerëzit duhen provuar disa herë në marrëdhëniet tona, jeta sot është bërë e stresuar për gjithë, është e ngushme, e shpejt, duhet menduar dhe tjetri që ke përballë ka problematikat e veta dhe nuk gjykohet për një rast. Dhe këtë mundom ta kem si parim, më thënë mos të e harroj atë gjë në momentet. Nëse diçka bëhet e vazhdueshme, normalisht ke një mësim për të marrë. Natyrisht. Si qëndron me faljen pranvera, fal shumë? Fal shumë. Unë fal kuptimin jo për të prekur, askush nuk fal ku preket dinjiteti, emri apo për buzesh, integriteti jot, por për një bisedë pa kujdes apo për një gest pa kujdes, kur ti njeh personin nga vjen dhe thash është ajo që duhet ta kuptojmë që të tjerët kanë problematikat e veta dhe nuk e di me kë bisedon, me kë e përball. Mundom të fal sepse jemi të përkohshëm gjithë dhe falja është fisnikëri. Falja është mision. Po natyrisht, të kujtohet ndonjë rast që ti je detyruar të falësh një person sado që ndoshta të ka lënduar në jetë? Po. Mund ta ndash si ngjarje me ne, nëse është diçka për të ndarë? Nuk është diçka shumë e veçantë, janë episode, nuk kam pas në jetën time konflikte, jam person pozitiv dhe mundohem të kem një pozitivitet rreth meje, jap energji pozitive dhe mundom të shpang energjitë negative dhe nga tjerët. Dhe mbase dikush nga ambicia, dikush nga që gjërat e veta nuk e ecin mirë, të lëndon ose ajo që më lëndon më tepër është mosmirnjohja. Mosmirnjohja është vërtet. Një dikush i mençur më ka pas thënë që çdo vest dënohet nga ligji, gënjeshtra, mashtrimi, vjedhja, çdo gjë tjetër. Mosmirnjohja nuk dënohet nga ligji, por dënohet nga morali. Dhe mosmirnjohja është vërtet. Këtë ja lë shumë dhe fëmijëve të mi. Kur nuk duhet harrosh atë dikë që para 20 vitesh kur ti ishe nevojë u gjend për ty atje. Dhe mos e harro këtë pjesë dhe këtë kam shumë të rëndësishme në jetë. Mirënjohjen ndaj dikujt që më është gjetur në momente të vështira dhe më ka dhënë dorën. Edhe pse kalojnë shumë vite, jam për jetë mirënjohës. Mirënjohja të fisnikëron. Mirënjohja ndërton marrëdhënie, ndërton komunikim. Të duket sikur e kemi humbur pak këtë virtytin e mirënjohjes në këtë kohë të fundit. Fatkeqësisht më duket po. Dhe kam idenë që brezat Savine po bën më të ftohtë nga kjo pjesë. Mase duhet edhe familja ta ushqejë më tepër. Ti rris me këtë ndjenjë, por jetët sociale bëjnë punën e vet, teknologjia, shoku më i ngushtë është bërë një smartphone. Nësa jemi brezi që kemi kaluar një rinim me ndërveprim me njëri tjetrin, këta po ndërveprojnë më shumë me teknologjinë dhe i bën më individualist. Dhe shumë pragmatist. Dhe më të ftohtë ka shumë situatave të ndryshme. Nuk duan të jenë pjesë, nuk duan të përfshihen, por ama kjo nuk i bën mirë as shoqërisë, sepse duhet të përfshihesh edhe në jetën shoqërore. Këtu në Kosovë bila është goxha e zhvilluar, shoqëria civile është goxha aktive, mundohet bëj pjesë, sugjeroj, kritikoj, dhe kjo është e shëndetshme për një shtet që kërkon të ngrihet institucione demokratike të fuqishme dhe të bëjë një vendimarrje gjithëpranuar. Kështu që sa më aktiv të jemi edhe në shoqëri dhe pse problemi nuk na përket ne sot, do na përkas nesër, do na impaktoj nesër mas një kohe. Asnjëherë do të jemi indiferent. Dhe këtu Kosova është goxha e zhvilluar kjo pjesë, kjo më pëlqen. E kam referuar në Tiranë, kjo është një pjesë, një ndër sukseset e Kosovës. Këtu dua dal. Ma bëj pak një dallim të shkurtër mes aktivizmit të shoqërisë civile në Shqipëri dhe në Kosovë. Dallon shumë? Ne kemi histori të ndryshme. Ne vim nga një sistem totalitar, ku shoqëria civile as nuk mendoi, ose ajo disa organizata që ishin ngritura nga partia në pushtet si Vegla, shërbim të saj. Dhe kjo bëri që populli mbase komunitetet humbin besimin ndaj këtij fenomeni, organizatat jo partijake që ishin tilla në fakt. Ndërsa në Kosovë janë ngritur bashkë me institucionet. Keni pasur edhe një mbështetje fuqishme ndërkombëtare për të ngritur këto institucione dhe fryma jo tek ana monetare, buxhetore, po tek fryma që është përcjellë edhe nga ndërkombëtar, nga ekspertë ndërkombëtar, që kanë qenë pranë jush në ngritjen e këtyre think tankerave, OJQ-ve, dhe jeni ngritur me një filozofi goxha të avancuar. Edhe Shqipërisë ka munguar që ndërkombëtare, po vini nga një brez me mentalitet dhe duhet kalonte një brez, vinte brezi i dytë që të ishte më open minded dhe më gjithëpërfshirës. Sot janë goxha më aktiv, po dhe problematikat e Shqipërisë tani kanë ndryshuar, është një vend që ka tjetër emër sot dhe ka tjetër probleme nga Kosova. Po, natyrisht. Edhe po prapë shoqëria civile mbetet një stakeholder i fuqishëm në gjithë
panoramën tonë politike. Po, absolutisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit për këtë raund, për ndryshe pranvera shpejt ja mori dorën kartave. Hajde. Në lidhje me 2 kartat e mëparshme, merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, si do të jenë në gjendja njerëzit e tjerë të njohin ndryshimin në veten tuaj. Në një të ardhme të afërt, cili është qëllimi për cilin do të punojë pranvera për veten e saj? Tani pyetja është për aspektin më personal. Në aspektin e familjes, uroj të vazhdoj të kemi një familje aq të shëndetshme sa e kam sot. Fëmijët janë rritur tashmë do shikojnë jetën e tyre, por prapë do doja të isha mbështetja atyre, si çdo nën shqiptare, ne dallojmë pak nga familjet në Europë, familja shqiptare shumë e lidhur, dhe prindrit vazhdojnë të jenë suportues. Normalisht të kem në gjithmonë krah dhe sa më gjatë bashkëshortit tim, sepse prindrit tash i kam vetëm mamën, babai ka ndruar jetë, kam mamën dhe motrën, edhe ato janë shumë të fuqishme për mua. Ndërsa në aspektin profesional, uroj të mos shkutem asnjëherë nga auditori, edhe pse janë pjesë e diplomacisë, studentët janë ushqim shpirtëror, janë të ndryshojnë çdo gjë, të japin një tjetër qasje ndaj realitet krejt tjetër, ti ndihesh e re gjithmonë, edhe pse vitet bëjnë punën e vet, si je mes të rive, dhe gëzon respektin e tyre, dhe kjo është dhurata më e bukur një pedagogu, kur merr urime nga ata është dhurata më e bukur. Dhe të vazhdoj karrierën time në diplomaci, sipas stadeve që ne parashikojmë brenda shërbimit jashtëm. Dallon shumë pranvera si pedagoge dhe si diplomate në karakterin e saj? Je profesoreshe rrept, jep notat më me vështirësi apo lëshon pak? Mundohem mos jem e rrept, nga që kam qenë vetë skolastike dhe me shumë kërkesa ndaj vetes. Mundohem të jem dhe studentëve, por normalisht e vë gjë në kontekstin e kohës. Ne kemi qenë një tjetër kohë, studentët sot janë mirë informuar, por kanë një tjetër qasje ndaj shkencës, dhe nuk jam e rrejt, mundon të jem e drejt. Kuptimin që ja jap këtë këshill atyre sepse nuk shihet të marrësh një notë, por nesër janë treg pune. Dhe atyre ju duhet ajo njohuri për treg pune, nuk hyn nota në punë se sa ju hyn pyetja çfarë ditë bësh. Jo çfarë note kishe. Ata duhet të aftësonte kjo aspekt. Nësa si diplomat du t'jesh e ftohtë. Këtu është gjë komplet tjetër, du t'jesh e ftohtë, jo e ngutur, du t'jesh diplomati të negociosh mirë. Kjo është edhe arti jonë, arti i negocimit. Dhe kur s'kam çfarë të diplomati, aty situata nuk është krejt mirë. Wow. Kështu që ne duhet jemi gjithmonë të punojmë fort që çmangim situatat e tjera, që asnjëherë mos themi s'ka zgjidhje, gjithmonë ka zgjidhje. Cili ka qenë negocimi më i vështirë si diplomate, me që përmande, po më intereson? Ne në Kosovë jemi në vazhdimisht... Se shërbesh në Kosovë nuk është gjë e thjeshtë. Nuk është e thjeshtë, ka 2 aspektet e saj, përse normalisht jemi krahu, ne jemi mbështetja vazhdueshme e Shtetit Kosovë, sikur se Kosova është mbështetja vazhdueshme e Shqipërisë, jemi 2 zëra bashk, dhe mundohemi në takimet tona ose kudo ku Kosova nuk ka zë, të jetë Shqipëria zëri i saj, dhe në përballjet tona me vend të kuintit, me homologët tanë, me ambasadat e tjera, mundohemi gjithmonë të jem avokat i çdo gjëje çfarë ndodh në Kosovë, si ai vllau për vllaun, që ndonjë gjë e di vetë që nuk është tamam, por do ta bëj tamam. Dhe ky është edhe në këtë mënyrë të bindesh faktorin ndërkombëtar që Kosova ka jetuar të jashtëzakonshme dhe ka një orientim të palëkundur, është një shtet europian, euroatlantik, dhe kështu do jetë gjithmonë. Po, natyrisht. E dashur shpejt kaloj raundi i parë i hapjes së kartave, tregom si po ndihesh në këtë pjesë. Mirë, fillim më ndryshe tash e mora dorën. Shumë shpejt jam morë dorën dhe unë jam shumë e lumtur që po mësojmë shumë çka nga perspektivat e jetës tënde, jo vetëm në aspektin profesional, por edhe në atë personal. Për të gjithë ata që janë duke na dëgjuar në radio, është koha që sërish të rikthehemi muzikës, më pas vim me hapjen e kartave të raundit të dytë nga Pranvera Teli. Të dashur dëgjues Radio Kosovës, jemi sërish bashkë në valët tona, po ju shoqëron emisioni Hynesha, e tash është koha e raundit të dytë të hapjes së kartave të hyneshës sime personale Pranvera Teli. Dashur, gati për raundin e dytë? Patjetër. Hajde një kartë nga e kaluara. Prap me mesin, ë? Kur jeni zhgënjur nga vetja në lidhje me këtë sjellje? Në të kaluarën tënde dhe tonën në përgjithësi, kemi sjellje nga më të ndryshmet në situata të ndryshme. Të ka ndodhur që je zhgënjur nga vetja për një sjellje të caktuar dhe që sot do doje ta bëje ndryshe? Po, mase në fillimet e karrierës time, do të kem pjesë e diplomacisë, nosha shpesh
më duhet ose ishim takime ndryshme dhe unë mund të kontribuoja me një mendim, por duke qenë se fitu akoma guximin te vetja ime dhe shumë e përgjegjshme që ta them saktë çdo gjë, nuk merja guximin, thoja një opinion, po që mund të vlente apo që edhe mua më vlente edhe në performancën time. Dhe pas e dëgjoja veten shumë, pse nuk mora guximin ta bëja këtë, por më pas kuptova se është çështje e kompetencës, domethënë kur krijon sigurinë, personat përgjegjshëm. Gjithmonë për personat e përgjegjshëm. Kur krijon sigurinë me kalimin e viteve, thosë se kam asnjë lloj komplekse te kjo pjesë, por atëherë ishin fillesat e mia dhe aty zgënjesha sepse në auditor isha shumë e lirshme, në një ambient ku sapo kisha filluar nguroja. Por gjë që sot të rinjt i vlerësoj se nuk e kanë aq shumë, janë shumë më të drejtë për drejtë. Ne jemi tjetër brez që i matnim shumë gjërat dhe i vlerësoj dhe adhuroj për këtë pjesë. Njeriu dhe gabon, duhet nga gabimet të mëson. Dhe sa duhet isha gjithmonë e saktë dhe kjo më pengoi që të isha më aktive në fillim në ambiente grupi apo diçka tjetër. Po kjo nuk zgjati shumë, kaloi. Duket sikur në diplomaci të gjithë në fillimet tona na duken më të mençur se sa vetja. Ka ndodhur edhe ty kjo? Të jesh një person i përgjegjshëm, kjo duhet ndodh, sepse vërtet eksperienca vlen shumë në diplomaci, vlen shumë eksperienca. S'është çdo shkolla, është një aspekt i fuqishëm, por eksperienca është krejt shkollë mbete pastaj. Ndërkohë që e kundërta, të ka ndodhur ty të zhgënjehesh nga sjellja e dikujt që ti ke vlerësuar në të kaluarën tënde? Po gjithë na ndodh, mase një shoqe e ngushtë që ti ke pritshmëri tjetër dhe të ka zhgënjyer, por ta është një person që fal, nëse kjo gjë është e momentit, edhe nuk duhet të fokusohemi te kjo pjesë. Ose diçka bëhet me qëllim, ne jemi njerëz, të gjithë gabojmë. Po. Përtej kësaj, je person që rrëfehesh apo të pëlqen më shumë ti dëgjosh të tjerët? Nuk jam person që rrëfehem, përveç njerëzve që u besoj shumë. Kam rrëfyer me familjen time, shokun më të ngushtë kam pas babin, si e kam humbur para një viti, në moshën e tij. E kam pas shumë shok dhe nuk e di sepse ai gjithmonë më duhet se më kuptonte, sepse kur nuk më thoshte jo, nuk bëhet e pamundur, edhe pse ai dinte që nuk bëhej. Po kur nuk ma pres, nuk më kufizonte, më mbështeste dhe më jepte këshilla dhe më thoshte, "Dakor, provoje, bëj kujdes këtu." Dhe kur unë mund të dështoja, se jo gjithmonë më thoshte, "E dija që të dështoje, por ti duhet ta provoje." Dhe ai ka qenë edhe modeli dhe shoku im shumë i mirë dhe humrin e tij kam ndier shumë, edhe pse jam vetë prind. Ndërsa për të tjerët pastaj nuk kam pjesa e zhgënjimeve. Jeta e tillë është. Ne nuk duhet të trembemi nga zhgënjimet, jeta e tillë është, me zhgënjime, me gëzime, kjo është pjesë e jetës, me ngjyra. Pranver, po të shoh teksa po flisje për babain me një emocion shumë të veçantë që vrehet dhe në sytë tu. Këtu brenda këtyre kartave është një pyetje shumë e veçantë që nuk di nëse do të bie, po për mua është pyetja më e mirë e mundshme dhe nuk dua të lë pa ta bërë këtë pyetje. Sikur të kishe mundësi të shkruaje një letër babait, cili do të ishte mesazhi më i rëndësishëm brenda saj? Kam një vit që e kam humbur, pra nuk është shumë larg, dhe kam shijuar çdo moment me të, por e kam pas larg, isha ai në Shkodër, në Shqipëri, isha këtej në Tiranë, në Prishtinë. Do i thoja që ishte krenar, sepse çdo porosi e tija është tek pranvera, është brenda meje, është krenar për niprat e tij, fëmijët e mi, po dhe fëmijët e motrës, sepse i kishte shumë me merak të ishin një vazhdim i denj i familjes tonë. Dhe do i thoja që është ngjëdhi i mbrojtës dhe është domethënë shoku im më i mirë. Shumë mesazh i bukur. Po cili është mesazhi që ty babai ta ka lënë dhe që ty të përcjell gjatë gjithë jetës, ose siç i themi ne, një amanet që ta ka lënë babai? Një që tyre të rive duket pak ndryshe, po më thoshte gjithmonë mos shkëput këmbët nga toka. Se po dhe mbaje kokën duke parë ku po ecën, se po ecën me kokën pa parë ku po ecën, po me tokën lart do humbasësh rrugë dhe rrëzohesh. Mesazhi ishte që mos harro nga ke ardhur, kush je dhe suksesi mos të marr mendjen. Normalisht nuk kemi pasur sukseset publike, secili ka sukseset e veta në jetë, por gjithmonë ka thënë mbaj këmbët në tokë, mbaj fort familjen, si shtylla jote kryesore në jetë, dhe mos harro gjithmonë parimet tuaja në jetë. Kompromise parimet nuk bëhet. Iru bën kompromise në veprimet ndryshe, po jo në parime. Ato janë të paprekshme. Një amanet i jashtëzakonshëm dhe i fuqishëm do të thoja, jo vetëm për ty, por për secilën gjenerat që mund ta dëgjoj. Mua më ka ndihmuar shumë. Që është jashtëzakonisht e rëndësishme të eci me këmbë në tokë, pavarësisht pozitave që mund të na sjellë jeta.
Mirë, çka thotë tashmja në këtë pikë? Zgjidheni kartë. Marr të parën që të përshkruaj. Hajde, cilën të duash. Kompenzimi është një mekanizëm mbrojtës në të cilin ne balancojmë dobësitë tona duke theksuar pikat e forta në fusha të tjera. Për shembull, unë mund të mos kaloj kohë me fëmijët e mi, por paguaj që ata të ndjekin shkollat më të mira. Kur dhe si e përdorni kompenzimin si mekanizëm mbrojtës. Nuk ke nevojë të mbështetesh tek shembulli që është dhënë këtu, por për ta thjeshtësuar ai person që i kompenzon situatat. Jo çdo gjë kompensohet. Për shembull, koha me fëmijët nuk kompensohet me një shkollë apo diçka tjetër, se ka tjetër komplet efekt tek formimi i tyre si njerëj. Po. Kompensimi për shembull largësinë time që kam qenë për 20 e ca vitesh e shkputur nga prindrit, ose në Tiranë ose në Prishtinë, kam kompensuar gjithmonë duke qenë kontakt, duke telefonuar shpesh, duke qenë pjesë e përveve shëndetësore të tyre, duke qenë pjesë e zgjidhjeve për shëndetin e tyre. Po. Kjo ka qenë një kompensimi që unë kam bërë lloj kompromisi me ta që edhe pse isha larg të ndjenin afër. Ndjenin afër në çdo nevojë, në çdo hall që kishin do isha atje. Nuk isha në çdo gëzim, por në çdo hall isha. Ndërsa me fëmijët nuk besoj se prindi mund të kompensohet, mund të ketë një marrëdhënie të tillë kompensimi. Po. Me bashkëshortin po, sepse thash më çdo të jetë ai krahu i djathtë imi dhe i jam borxh në një pjesë të madhe punësime, jam munduar ta kompensoj të lë hapësirën kur ai kishte nevojë për familjarët e vet. Do sakrifikoja unë që të mbuloja unë familjen, familjarët apo shok apo miq që ai të tij që ky është pjesa e kompensimit. Dhe pa kompensimi jeta nuk vazhdon. Po sidomos marrëdhëniet në çift. Po. Do të kompensoni njëri tjetrin. Absolutisht. Çka thotë ardhmja në këtë pikë? Marrë fundit. Hajde. Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Përcaktoni një qëllim për cilin do të punoni, cili është hapi i parë që do të ndërmerrni për ta arritur këtë qëllim. Në një të ardhme të afërt, sigurisht ke qëllime të qarta dhe të caktuara për jetën tënde, qofshin ato profesionale apo personale. Po cili është më i përafërti për cilin ti do të punosh dhe cili është hapi i parë që do ta ndërmarrësh? Po do të vazhdoj perfeksionimin tim në fushën e diplomacisë. Gjithmonë diplomacia është një fushë e madhe që kur përfundon. Dhe sa më shumë e njeh, aq më shumë kupton se ke nevojë të di shumë më tepër, dhe di më pak. Dhe këtë ka domethënë të rrisë kualitetin tim në shërbimin e jashtëm, në atë çfarë ofroj vendit tim. Dhe tim sa më profesionistit e mundur. Po, natyrisht. Aktualisht je pjesë e diplomacisë, por ke menduar ndonjëherë të hysh politikës? Jo. Jo, nuk e shijoj, thash duke qenë tip skolastik, nuk e shijoj, më pëlqen shumë ti pjesë akademike, kur mos shkutej nga pjesa akademike, jo, politikën nuk e kam pas. E ndjek vazhdimisht dhe mundom ta kuptoj dhe ta normalisht ta përkthej në diplomasi, por jo të jem pjesë aktive e saj, jo. Ke pasur oferta? Jo, duket njerëz ma din natyrën edhe nuk të e kam kanë pas. rehat në këtë pjesë. Mirë, pranvera përkundër gjitha angazhimeve që i ke edhe për kushtimit tënd vazhdueshëm, sidomos në botën akademike, si qëndron me artin? Je lidhur me pjesën e artit? Më pëlqen muzika. Më pëlqen muzika dhe çoj pjesë të relaksit tim. Edhe më pëlqen muzika qytetit tim e Shkodrës, nuk e ndroj, por mundon të kem më shumë ta kem muzikën në funksion të mirëqenies time psikologjike. Po. Pra jo shumë pasion të ndjek ritmin apo filmat më pëlqejnë, po ta kinematografisë sepse një pjesë ndryshme të historisë botërore dhe të asaj shqiptare, mentalitete, gjithmonë kam qef në karakterin tim kam qef të bëj analiza. E kam pas gjithmonë që në gjimnaz që një fenomen mos ta merrja si e shoh, po ta analizoj pse u bë dhe çfarë pasoja ka. Kjo mas ishte edhe shkak që unë kalova në diplomasi, se diplomacia tillë është shkak pasoj. Po, fiks. Dhe kjo më pëlqen shumë, më thënë, tek filmat e periudhave të ndryshme, tek kinematografia e periudhave të ndryshme, unë do të analizoj situatën, ta vën kontekstin e vet, dhe të njohësh më mirë edhe popullin tonë, gjithë çka kemi kaluar, por dhe historinë botërore. Me ç'po flet për filmat me shumë pasion dhe duket sikur keni parë shumë filma të kinematografive të ndryshme. Cili është filmi që i përafrohet karakterit të pranverës? Se ke menduar ndonjëherë, ke analizuar? Mase filmat e karakterit social më pëlqejnë për sa i përket anës familjare, sepse jam familjar, jam goxha e përkushtuar ndaj fëmijëve dhe familja që të funksionojë si e tillë. Në filmat shqiptar, në shtëpinë tonë, nëse e mban mend,
ku është një familje tipike, me gjithë problematikat e saj, filmi zhvillohet në 24 orë, por jep shumë mesazhe për se tu të funksionon një familje shëndetshme. Ndërsa në botën e historisë pastaj ka filma historik me karakter historik më pëlqejnë. Ata i ndjek sepse janë pjesë e formimit tim. Ndërkohë që sa i përket muzikës dole fiks në temë sepse jo pashkas ta bëra këtë pyetje, cila meqense po thua se edhe je shumë e lidhur me muzikën, cila është një këngë që ne mund ta plotësojmë sonte vetëm për dëshirën tënde në valët Radio Kosovës? Kam këngëtar preferuar Alban Skënderaj. Edhe shumë titulli jam shumë e mirë, sepse la një koncert këtu e ndoqa dhe u mahnita se sa i pëlqyer ishte tek tritë e Kosovës, që këndonin gjithë këngët nga fillimi në fund bashkë me të. Dhe dinin çdo gjë u mahnita. Shpirtu të ndodh, po në Kosovë ishte shumë bukur tash këtë pjesë. Ai i këndon shumë familjes, vështirësive në jetë. Është një këngë unë dhe ti, më duket. Atë audhore sepse tregon sfida që kalon një çift gjatë gjithë kohës deri në mbylljen e jetës. Mirë, shumë përzgjedhje e bukur. Unë do të luaj tani deskun e muzikës që dëgjojmë bashkë Alban Skënderaj dhe superhitin e tij Unë dhe ti, vetëm për dëshirën e hyneshës ime për sonte Pranvera Teli, ndërkohë që me njëherë pas këngës rikthehemi me raundin e tretë. Falenderoj Elvana për përcjelljen e dëshirës. Faleminderit edhe ty. Kemi dëgjuar kështu bashkë Alban Skënderaj dhe hitin e tij Unë dhe ti, vetëm për dëshirën e hyneshës ime për sonte, e cila tani është gati të bëj hapjen e kartave të raundit të tretë. Okej. Hajde një kartë nga e kaluara. Prap janë 2. Këtë. A ka pasur ndonjëherë një rast të ngjashëm për ju dhe çfarë ndodhi? Në të kaluarën tënde, të janë përsëritur situatat? Ke pasur raste të ngjashme? Kjo pjesa e mosmirnjohjes, mas edhe unë e shikoj shumë me dylbi kur themi ne këtë pjesë, por nga që e vuaj dhe jam vetë shumë mirënjohëse ndaj kujdo që është pozitiv ndaj meje. Kam mësuar, domethënë, në gjëra jo të mëdha, gjëra të vogla, por që më bënin përshtypje sepse njerëzit duhet mos jenë mosmirnjohës ndaj një sakrificë apo përpjekje për të ndihmuar që t'i bën. Kjo to raste që mund të kenë ngelur në mendje. Si reagon karshi mosmirnjohjes Pranvera? Tu je në dilemë. Nga një anë thua, t'ja them në sy, të lirohem nga vetja ime, po nuk del dot nga karakteri, se më duket sikur je në atë zemrim e sipër flet diçka që më vonë do pendohesh. Po. Dhe mundohem ta kaloj, ndërsa nëse kjo bëhet për rastin 2 të tretë, mundohem ta them me kujdes atë që mendoj. Jo në gjakxhetësi e sipër, sepse gjuha kocka s'ka, po kocka thyen. Po, e vërtet. Fjala godet. Kështu që mundohem, sepse puna është të zgjidhim, jo të përkeqësojmë situata, po të zgjidhim për hir të ardhmes. Me që po flet edhe për aspektin e brendshëm të ndin, duke theksuar shpesh që duhet lirohemi nga vetja, sa i kushton rëndësi gjendjes emocionale Pranvera? Ke kohë të merresh me këtë punë? Jo shumë, sepse koha shumë intensive, jam goxha e ngarkuar, sepse duke qenë në 2 botë paralele, edhe në diplomasi dhe botën akademike ose në auditor, çdo moment që e kam të lirë mundom të shfrytëzoj tek leksioni, tek auditori dhe tek familja. Por e ndjej veten mirë kur mundom të krijoj ambient në familje, për shembull fundjavave, që qoftë një drekë përbashkët, duke gatuar gjithë bashkë, qoftë edhe një shikosh një film gjithë bashkë. Këto që fëmijët e shijojnë shumë këtë pjesë, mundom t'i lëm vetes sa gjëra dhe ta bëj këtë pjesë. Dhe kjo është ndikon tek gjendja ime emocionale. Dhe thash, lexoj dhe dëgjoj muzikë që më pëlqen për një kohë të shkurtër, sa herë në jetë nevojshme. Ndërsa librin e kam pjesë, e kam te koka krevatit, nuk bëj kompromis me të. Cili është libri i fundit që e duke lexuar? Historia e Shtetit të Kosovës. Mbarova, sepse kisha ca ditë pushim dhe e ish ministrit jashtëm Enver Hoxhaj. Ku jep një panoramë përgjithshme dhe analizë politike të gjithë historisë së Kosovës. Po lexoj një përkthim ashtu të gjithë përmbledhjet e fjalimeve të Albright, të gjithë personaliteteve të kohës viteve 99, në prag të çlirimit të Kosovës, por dhe drejt negociatave për pavarësinë e saj. Dhe janë gjitha fjalimet e mbajtur nga këta lider botror që më bëjnë të kuptoj më mirë sotmen e Kosovës dhe marrëdhënien e çajo kam me të tjerët. E bukur shumë. Çka thot e tashmja në këtë pikë? Zgjidheni një kartë.
Humori është një mekanizëm i avancuar mbrojtës në të cilin një person shpreh hapur idet, veçanërisht ato të pakëndshme, duke u fokusuar në argëtimin ose ironinë e situatës. Për shembull, një person që ka një sens të keq drejtimi dhe humbet rrugën, shpesh mund të tregojë ndonjë shaka dhe të thotë gjëra të mira për veten e tyre. Kur dhe si e përdorni humorin si mekanizëm mbrojtës, jep një shembull. Ne shkodranët mami për humor. Kemi shumë humor dhe kemi humor cilësor. Unë nuk jam natyrë shumë që bëj humor, por e përdor humorin më shumë në familje, kur dua të kaloj në një situatë grindjesh vogla me fëmijët, apo me tim shosh, apo me diçka e tillë, mundon pus një çik humor sa kaloj me pozitivitet të pjesë dhe mos merremi shumë. Kjo, ndërsa në punë nuk ke shumë vend për pjesën e humorit, se gjërat janë më strikte. Më strikte. Mirë, cili është një nga takimet më të vështira që ke mbajtur në karrierën tënde si diplomate, që ty të ka ngelur kështu në mendje? Kemi pasur kur isha në Ministritë e Jashtme me homologët tanë që mbulojnë departamentet e historisë diplomacisë të Ministrisë e Jashtme homologe, dhe normalisht janë disa pika gjatë historisë tonë që mund të debatonim për pikat caktuara, po duhet debatuar mes diplomatësh, jo mes, ndryshon diskutimi mes diplomatësh, mes akademikëve. Akademiku është i lirë të thotë çdo gjë, në diplomaci je i kufizuar dhe do të jesh shumë i kujdesshëm, që ne du të akordoheshim në disa pika që të mos në shetë nërtimin tonë, fillim vitit shekullit 20. Ndërsa gjatë karrierës këtu, diskutime që ne kemi me homologët tanë pranë shteteve të mëdha, gjithmonë në mbështetjet e Kosovës, dhe normalisht që ka edhe debatet vogla të pranuara në diplomaci, funksion të punës. Natyrisht. Çka thotë e ardhmja dhe e fundit fare për këtë edicion? Në lidhje me dy kartat e mëparshme merrni parasysh shembullin më poshtë. Zakonisht besohet se ajo në të cilën ne investojmë energjinë tonë gjithashtu rritet. Rendisni 3 gjëra për të cilat ndiheni personalisht krenare dhe në të cilat keni investuar shumë nga energjia juaj. Para është familja. Jam shumë krenare për familjen që kam. E dyta është rrugtimi im profesional, do t'i them karrierë, rrugtimi im profesional, që është ngritur asgjë nuk më është dhuruar, por është fituar me shumë mund, dhe është ngritur hap mas hapi. Nuk kam pasur ngritjet me njëherëshme, por kanë ardhur shkallë dhe sfidë mas sfide për të ardhur këtu. Dhe treta është dy njerëz dhe më të afërt, motra dhe mamaja ime, por dhe rreth shoqëror, gëzoj një rreth shoqëror shumë pozitiv, dhe kjo është shumë e rëndësishme të kesh një miqësi të mirë afër, që i mbështet dhe të mbështesin gjithmonë. Ndërkohë që dhe unë jam e bindur që të tre këta njerëz që ti përmende janë poq shumë krenar me ty dhe gjitha arritjet tuaja. Uraj gjithmonë. E dashur, ky është fundi i hapjes së kartave të jetës tënde në 3 perspektiva, tani krejt në fund më thuaj cili është reflektimi yt dhe si po ndihesh. E para të falenderoj shumë, jo vetëm për ftesën që më bëre mua, por për gjithë këtë iniciativë që ke marrë, i kam ndjekur podcastet dhe vërtet sepse sot vuajmë nga modelet dhe kemi nevojë të kemi modele. Nuk pretendoj të jem model, por të gjithë nga pak, gjitha ne gratë që ti quan hyjnesha, bëjmë një model për vajzat dhe gratë sot që të ecin para. Po ndjehem më mirë se në fillim, mora me pak mosiklet, tash ma hoqe. Tash jam e lirshme të vazhdoj prapë. Falenderoj shumë. Unë do doja të vazhdoja edhe më shumë, por kaq është minutazha e planifikuar për këtë emision. Para se të liroj, dua një porosi të ëndën për të gjitha gratë dhe vajzat, sidomos ato që duan të futen në botën e diplomacisë. Të jenë të forta, sepse diplomacia deri vonë është konsideruar një profesion për meshkujt, edhe jo vetëm këtu, në gjithë Evropën, një profesion i vështirë, por besoj shumë të veta të kapësit e veta. Një shkollim të mirë, një eksperiencë të mirë dhe besim të vetja. Dhe për diplomatët, shkolla nuk mbaron kurrë, gjithmonë do mësosh. E dashur, faleminderit shumë, unë kisha kënaqësinë e veçantë të mësoja nga ti, nga perspektivat e jetës tënde dhe nga gjithë karriera e bujshme që ke zhvilluar. Faleminderit edhe ti për gjithë kurajon tënde, unë e di sfidat që ti kalon, je shembull dhe je model. Të uroj vetëm të mira. Shumë faleminderit. Të dashur dëgjues të Radio Kosovës, kaq kishim në këtë bisedë shumë të veçantë me diplomaten e ambasadës së Shqipërisë në Kosovë, zonjën e nderuar Pranvera Teli, me porosinë e secilës që të kemi të gjithë besim tek vetja. Ne japim fund kësaj interviste për t'i lënë radhën një hyneshe tjetër javën tjetër. Deri atëherë, gjithë mirat.